I lumi Zot pret prej neve, edhe pse ai nuk ka nevojë për kurrë. Pret se me çka po I afrohet robi I Zotit vet. Me çka? Unë po këshilloj veten time edhe juve, të gjithë ju që po na shikoni, po na ndëgjoni. Nga fjalët e tona ato që ju hynë punë, merrni edhe futni në funksion. Edhe gjithmonë lutni Zotin për çdo sen, tash muji I shenjtë I Ramazanit, çdo sekondë I këtij muji është më ndryshe. Zoti pret prej njerëzve, pret prej robëve të vet, me çka po I afrohen Zotit. A ka kush prej neve që do të mundohet me agjeru me gjitha gjymtyrët e trupit? Ashtu siç na mëson I dashur I Zotit, vetë Zoti ka thonë atij, thuj robëve të mi, nuk kam nevojë që njeriu të largohet nga ushqimi dhe pijet, por kam nevojë që njeriu të agjeron me krejt gjymtyrët e trupit. A ka bën jetë dikush me lidh një lidhje serioze, sinqertë me të lumin Zot? Me I tregu mirënjohjen dhe falënderimet Zotit për çdo mirësi dhe begati që na I ka dhënë. Cila është forma dhe mënyra dhe metoda që kemi zgjedh neve në këtë muaj të shenjtë Ramazanit I afrohemi të lumit Zot. Përveç agjerimit dhe ibadetit në përgjithësi o musliman, shpirti jo në këtë muaj ka nevojë që të pastrohet dhe pastrimi I shpirtit është ibadeti, është afrimi ndaj Zotit. Shpirti jo në këtë muaj të Ramazanit afrohet te Zoti me shumë mënyra, rrugë, metoda, e ndërto edhe bamirësia. Kush prej neve e ka bën jetë, e ka lidh kontratën me Zotin, që unë kam e ushqy jetimin, skamnorin, nevojtarin, dertlin, borxhlin. Kush prej neve tregohet azgan dhe po hin në muaj të shenjtë të Ramazanit, e nuk fol me bab, e nan, e vlla, e motër. A ka prej burrave dhe grave, prej vëllezërve dhe motrave, që pret faljen e Zotit në këtë muaj, pa dash me fal ky dikën tjetër? Hapni ato dyrë që I keni pas të mbyllura deri sot. E mos e ma keq nëse njëna prej dyrëve që e kena mbyll është dera e babës edhe nanës, dera e vllaut edhe motrës. Muaji Ramazanit kërkon lidhshmërinë tonë ndaj Zotit me veprime konkrete. Falni ata që ju kanë hyrë hak, qeljavni derën, apo e shohim o vllazën se çdo ditë marrim lajme vdiq filoni e vdiq fisteki, asnjë prej tyne kur gjën nuk ka marrë me vete. Bënu hisetar, shkaktar, sebebgji I të mirës, mos e le një derë të mbyll në momentin që ti ke mbyll sytë dhe ke shku te Zoti. Edhe ajo derë është mbyll nga ti, por bëhu shkaktar që ti hapish ato dyrë. Shko dhe lypja halallëkun babës edhe nanës, vllaut edhe motrës. Shtroni sofrat edhe thirrni të afërmit e juaj në iftar. Çdo iftar I dham është shtim I bereqetit në familjet tona. E ky shtim I bereqetit nuk do të thot vetëm në financa. Bereqet njeri ka edhe në shëndet. Bereqet njeri ka dhe pastron taksiratin e largon të keqen. Bënë mirë edhe me një fjalë të mirë. Bënë mirë edhe me një gjysmë hurme. Bënë mirë edhe në vizit. A dini mor vlezër, veç një herë me shku një vizit me I ra në bërë spitaleve. Edhe shihni sa njeri kërkon dërmën. E unë e ti jemi shëndosh e mirë me çfarë mënyre dhe forme po I thu Zotit faleminderit. Faleminderit që na I ka dhonë shëndetin. Faleminderit që na I ka dhonë çdo të mirë, syje, dure, kome, veshe, hune, goje.
edhe dalëm edhe flasim edhe kuptojmë edhe shohim edhe dëgjojmë. Cila është vepra që ti po i tregon Zotit mirënjohjen tënde për këto mirësi, dhunti, për këto të mira që na i ka dhënë. Është shansi muji i shenjtë të Ramazanit. Ky muj që me të vërtet është pastrim i shpirtit tonë. Kujdes qysh pe pastron. E pastrimi i shpirtit bëhet me vepra të mira. E largon dryshkun e kësaj dynjaje që shumë pak ka ardhur koha me dëgju mirë. Secili lajm që po vjen më i rënd se tjetri. Andaj këto lajme me i kthy me në art mira, duhet na me u bë të mirë. Duhet na me pastru shpirtin ton. E në këtë prag të këtij muaji të shenjtë të Ramazanit, i lumi Zot pret prej neve, edhe pse ai nuk ka nevojë për kurgjë. Pret se me çka po i afrohet robi i Zotit vet. Me çka? Me çka po ja tregon mirënjohjen Zotit. Andaj na këshillojmë veten edhe juve. Njëherë faleminderit Zotit që na ka dhënë shans me jetu e me mrri deri në këto ditë. E inshallah na jep shans me hi edhe në Ramazan e me kalu këtë muaj të shenjtë të Ramazanit. Mirënjohje i kallëzojmë Zotit me i fol atyne që s'ju kemi fol dhe i sot për hir të Zotit. Edhe pse jem të vetëdijshëm që ata janë hakun ton. Edhe pse neve na merr mendja që ata janë gabime, na s'kem faj. Qu edhe zgjate dorën ti i pari. Hap dyr, fale. Nesër kur do dalim para Zotit, asnjëri prej neve nuk do të ketë hall tjetër përveç se me dëgju prej të lumit Zot je i falt. Atëherë nëse do me qenë të falur, duhet më mësu me fal dikan. E a ka më mirë sepse sa në këto ditë e net të muajit të shenjtë të Ramazanit. Të hym në Ramazan me kontrat mes nesh edhe të lumit Zot. Thash përveç agjërimit dhe ibadetit, mbledhe familjen, edhe bashkë me familjen diskutoni çështjet, kanë dëni me ndimu, kanë dëna me aqel derën, kanë do me vizitu. A viziton një cmut, a viziton një njeri që jeton veç vetë, a shkon edhe je ladhaton kokën e jetimet. Mos e neve Zoti na kalon sofrën plot. Jem prezent na dhe kem fëmijët e tonë në sofrën e iftarit. A bojmë mend që sa fëmijë nuk i kanë të dashurit e tyne në sofër. Sa prej tyne kishin pas dëshirë me boj iftar me babën e vetë, po nuk e kanë. Ose me nanën. Neve që Zoti na kalon bashk, me çka po i thomi faleminderit. Ndani prej mirësive t'juja, ndani prej bereqetit tuj, në këtë format, në këtë mënyrat, qoftë financiare, qoftë edhe me një fjalë të mirë, qoftë edhe me një vizit për hir të Zotit. Të hym në Ramazan me kontrat mes nesh edhe të lumit Zot. O Zoti ju i dashur, na fal. E dim që jem rob që gabojmë, po mëshira jote ka plën çdo sen e neve shpresojmë në mëshirën tënde. Lusim Zotin edhe një herë me prit me hinë muaj të shenjtë të Ramazanit. Më na dhon forcë, takat e fuqi me agjeru këtë muaj e me kanë besimtar të mirë, e me dit na me fal dikan tjetër, e me shpresun faljen e Zotit. Zoti kur mos ju humb.